ont de nouveau trouvé la mort en Ukraine dans une attaque de drones russes. Në një sulm me drone rus. Është përgjigjja e Vladimir Putinit për propozimin tuaj, për propozimin evropian dhe amerikan për armëpushimin, apo a duhet që tani të vendosen sanksione shtesë ndaj Rusisë dhe a do t'i kërkoni presidentit Putin që të veprojë në këtë drejtim? E keni fjalën për presidentin Trump? Dua të them si fillim mbështetjen tonë për popullin ukrainez dhe drejtuesit e tij dhe këto humbjet e orëve të fundit. Dua t'ju them, nuk kemi qenë kurrë naiv dhe kjo nuk ka ndalur kurrë. Propozimet e armëpushimit që po I rikujtoj, që është një iniciativë amerikane, nuk janë respektuar nga presidenti Putin dhe ushtria e tij. Gjërat janë të thjeshta. Ne jemi krahas ukrainësve që ditën e parë, që nga 2014 me sanksione, me një proces që u caktua në Minsk dhe me formatin Normandis për të cilën e shoqëruan dhe lufta masive që nga 2022 ne jemi krahas Ukrainës. Një president është zgjedhur nga populli amerikan. Ai erdhi me një ambicie për të bërë paqen. Tha që do t'i angazhoj të gjithë për të sjellë paqen. Ishte një deklaratë e rëndësishme dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të respektohen për të. Presidenti amerikan bëri së pari një propozim për armëpushim në shkurt. Ne reaguam duke thënë që armëpushimi nuk do ishte I mjaftueshëm, duhet një paqe e fortë dhe e qëndrueshme. Kështu e bëm në takimin e parë në Paris në shkurt, pastaj takimet të tjera të mëpasme, me një punë shumë intensive me kryeministin Starnov. Është një propozim amerikan ky armëpushim. Ajo pastaj u miratua nga presidenti Zelenski, edhe pse I agresuar në mars 2025 në Jeddah. Që nga marsi ne po presim përgjigjen e Rusisë, ju I rikujtuat faktet, është jo. Duke riangazhuar gjithë këtë, të dielën që shkoi, më falni, të shtunën që shkoi në Kiev, ka një javë, ishim me kryeministin Starmer, me ministrin Tusk, me kancelarin Merz, me zotin Zelenski, dhe e kemi thirrur së bashku zotin Trump për të thënë që jemi të gjithë për armëpushimin, me garanci sigurie duhet vëmë presion mbi Rusinë. Akord I dhënë nga presidenti Trump është një forcë. Pastaj, propozimi I presidentit Putin ishte të thoshte takohemi në Stamboll. Të dielën dha pëlqimin presidenti Zelenski. Çfarë kemi sot? Asgjë. Po ju them që ballë cinizmit të presidentit Putin, mendoj, jam I sigurt bile që presidenti Trump I merakosur për besueshmërinë e Amerikës do të reagojë, sepse propozimi për armëpushim, propozimi për të takuar, janë propozime amerikane. Janë të rëndësishme, ata nuk mund të kenë një përgjigje të tillë. Ne do vazhdojmë të bashkëpunojmë për që Ukraina të rezistojë dhe që paqja të vijë. Përshëndetje, mirë se erdhët në Shqipëri, zoti president. Pyetja e parë shkon për ju. Unë jam Razila Myslimaj nga Report Televizion. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësimin për aksionin që policia e Kosovës ka ndërmarrë në veri të vendit, ndërkohë nga ana tjetër presidentja Vjosa Osmani ditën e djeshme në gjatë punimeve të samitit tha se Bashkimi Evropian shpesh tregoi I pabalancuar dhe se po penalizon palën që po zbaton rendin kushtetues. Si komentoni ju këto kritika dhe a besoni se Bashkimi Evropian po e humbet kredibilitetin në dialogun Kosovë-Serbi? Dhe një pyetje tjetër që lidhet me deklaratat tuaja apo rezervat tuaja, le të themi kështu, për aleancën ushtarake.
ka të bëjë me si komentoni ju faktin që Alianca Ushtarake dhe nga presidenti Trump po vinë kërkesat her pas hershme për të rritur buxhetin e mbrojtjes në 5% dhe është e drejtë që edhe vende si Shqipëria me buxhetet kufizuara të shkojnë në të njëjtën linjë me vendet e mëdha, me fuqitë e mëdha, dhe në të njëjtën linjë është edhe pyetja për ju, zoti kryeministër, si do t'i përgjigjet Shqipëria kësaj kërkese që vjen nga Washingtoni dhe a mund ta përballojë Shqipëria një buxhet të tillë në 5%? Alors, sur votre première question, Për pyetjen e la parë. feuille de route est claire et pour avoir passé beaucoup de temps. Udhërrëfysi është shumë i